Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahu al-azim. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. Të nderuar besimtar, pikëpari e lusmi Allahun xhalla shanuhu, adhurimet tona që i bëjmë ndaj Allahut xhalla shanuhu, pa marrë parasysh se çka e ka emrin, si titullohet, e lusmi Allahun që të na i pranon, mos na i kthen prap. Gjithashtu ju përshëndes me përshëndetjen më të ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira e Allahut dhe begatit e tij qofshin mbi ju. Pra ja sot bashkarisht dhe të përcjellni një mesazh të Allahut dhe të pejgamberit Allahut xhalla shanuhu, ku titulli i këtij mesazhi është Sadakatul Fitri. Pra na e dim në gjuhën tonë fitrat në ditën e festës Fitr Bajramit. Pra kjo është një obligim, një detyrë të cilën na i ka lipën Allahu xhalla shanuhu përmes pejgamberit alayhi salatu wassalamit, edhe mu për atë e ka marrë edhe titullin, dispozitën, vajib. Kurse vajib do me thonën farz. Por kjo në mënyrë indirekte, Allahu xhalla shanuhu e porosit pejgamberin alayhi salatu wassalamin, dhe pejgamberi alayhi salami e porosit ummetin e tij për të dhënë këtë zekat, këtë sadaka të Fitr Bajramit. Për fjala Sadakatul Fitr ngërthen në veti disa emra. Pra fjala Sadakatul Fitr do të thotë e drejta e cila Allahu xhalla shanuhu e ka urdhëruar robën e tij për të dhënë një sasi të pasurisë tij që e ka fituar me dhënien të varfëmive skamnorëve. Për ata Sadakatul Fitri është për atë njerë që i plotson kushtet, i plotson renët për të dhënë Sadakatul Fitri. Për ata Sadakatul Fitri është një obligim se Allahu ka daritën, ka nderu me pasuni, e të njeriu di gjana janë ma elementare, ma të dashura, të njeriu është evladi dhe pasuria. Allahu xhalla shanu në suratul Kahf e cekën dhe thot: Estaizu billah bismillah, el malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Pasuria edhe fëmia, evladi, është zbukurim i kësaj jete. Këtu Allahu xhalla shanu e cek pasurien përpara, pastaj evladin. A në realitet, në praktik, njeriu evladin e don ma shumë se pasurien. Pse për evlad e flijon këtë pasurien, a evladin për pasuri nuk e flijon. Për ata, baba edhe nana janë ato të cilët e flijojnë më të shtrejtën, vetëm të jetë evladi i këndshëm, i rahatshëm, mos të ketë dhe një siklet dhe një rëndësi. Pra ki vajib, kjo obligim, është bon vitin e ditë pas hijretit, pas shpërnguljes pejgamberit alayhis salami në Medinë, Allahu xhalla shanuhu ja kërkon pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe pejgamberi alayhis salami ishte ai që e praktikon kë i pari, edhe pastaj i urdhënonte musliman të japin Sadakatul Fitri.
Pra sadakatul fitri, masi është obligim, vajib është, pra atëherë na duhet të nalmi të mendojmë mos me bohën, mos me nalën sadakatul fitri, po duhet me dhanën. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalami na ka treguar se kush e ku i ipa, kush e jep, për ka ipat. Pra ipat skamnorit të varfëmive, në vejtarve. Kush e jep? Pra çdo njeri që është i lirë, hurr, çdo njeri besimtar, besimtare, pra që është moshën e pubertetit, çdo fëmijë që ekziston, jeton në atë shtëpi, për këtë familjen ipat zekati ose sadakatul fitri. Për atë edhe një kuptim e ka zekatul fitr, zekatul ras. Pra zekat pastrim i kujna, pastrim i kokave. Pra sa krije janë në shtëpi, sa antar janë, për çdo antar ipat sadakatul fitri. Për shembull, nëse ka lindën para namazit bajramit, një fëmijë ka ardhur në dunjë, edhe për çat fëmijën, pra ipat sadakatul fitri, e ka obligim familja të dan të jep sasinë e duhur shka duhet dhe shka kërkohet. Pra sadakatul fitri është një lemosh, të thomi një zekat, një pastrim, ku pastron njeri, shka pastron? Pra Allahu Gjelleshanu na ka krijuar me di komponente, na ka bën njeri, njëri është shpirt, njëri është fizik ose trup. Pra kur përllon nga trupi ose robët, teshët, pra Allah e ka falën e ka kriju ujtin, edhe na e lajmë edhe trupin, e lajmë edhe robët. Pra bojmë pastrimin fizik. Kurse pastrimi shpirtëror, edhe shpirti e ka pastrimin e vetë, por ai shpirti me ujë nuk pastrohet, pastrohet me pendime, me dhënien e zekatit, me dhënien e fitrave, e kështu me radhë. Për ata, pejgamberi alayhi salatu wassalami ka thonën, çdo musliman dhe muslimane që e nin vetën se musliman, është i meçur, i ka kushtet, e plotson nisabin, pra ai duhet me hekën, pra disa, ose ajo ene e cila quhet sa, ajo 2 kilogram, me hekën për grunit, 4, me hekën për rrushit, e për qerave, artikujt të cilët jemi të obliguar. Për ata, kjo sadaka është që diçka e prishme Ramazani mbaron, për nderin e Ramazanit një, e dita është ndashta mrena Ramazanit, mrena agjerimit, mujt të shet, njeri jemi arë pa barë nuk ka dhe njërë pa gabim nuk ka, pra ndashta kemi bon dë një gabim, pa dije, pra qëto gabimet, pejgamberi alayhi salatu wassalami, thot epni sadakajen, qëto gabimet, inshallah, Allahu Gjelleshanuhu, i pastron dhe i falen. Pra kja qëllimi një, i diti qëllim është, pra mos të nijet muslimani nuk guzon njani ma nalt e njani ma poshtë. Pra edhe fukaraja, edhe skamnori, ta nijet ditën e gëzimit të fitër bajramit. Me zgatmën e dorës zotnijes, Allahu Gjelleshanu e ka obligu zotnijen me edhanën sadakatul fitri kujna, me edhanën atine shka duhet me edhanën. Për ata, Allahu Gjelleshanu këtë ibadet, këtë adhurim, që është material, nuk është ibadet sukur namazi e agjerimi, por është një ibadet material. Pra këtë ibadet, këtë adhurim, na për çdo gjë Allahu Gjelleshanu na ka thënë, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk kam kriju as e gjinaj, e as njeri, vetëm se mu me madhuru. Pra adhurimi nuk ka vetëm namazi ose agjerimi, pra adhurim edhe gjumi është, edhe puna është, edhe shka ka tër jeta e një besimtarit, mund të shëndron në adhurim, me një jetë, me qëllim të pasër, për hir të Allahu Gjelleshanu. Për ata, këtë mu njeri, shka ka gabuën eventualisht, me gu, se gabimet më të mëdhaja bëhen me gu.
Pra me atë guën e ke ofendu dikanin, e ke ranu dikanin, Allahu Gjelleshanu thët, epën e një sadekat ditën e Bajramit, që të pastrohësh se në Ramazani nuk ngritët te Allahu Gjelleshanu, nuk pranohet pa u dhënën sadakatul fitri. Për ata, Allahu Gjelleshanu vendet nëse dojmë i ditën, në ajetin kuranor, Zotin 8 vene e ka caktuan ku i për sadakatul fitri. Pra që të 8 vene janë të cilët duhet me i dhonën, estedhu bila bismillah, innema sadakatu lil fukara, wal masakin, wal amilin, deri në fund ajetin 8 grupe, pra si cëlla grup duhet me quhen zekatin ose sadakatul fitri, një piktin e 8 veteve, 8 personave. Për ata sadakatul fitri është vajib, është obligativ për me dhënën zekatin, dhe nëse nuk e jep, pejgamberi alayhi salatu vesselam i thotë, agjerimi i atij që nuk e jep sadakatul fitrin është muallakun bejne semai wal ard. Mes tokës edhe qiellës është i virt, më thonën as në tokë nuk ka, as në qiell nuk pranohet derisa të jepet sadakatul fitri. Koha ose periudha se kur jepet deri para namazit të Bajramit. Nëse e jep para se ta falish namazin e Bajramit, atëherë kjo është sadakatul fitr, e ki quhen në vend vajibin. Por nëse e ki lanë pas namazit Bajramit, ajo më nuk konsiderohet fitr, ajo është një sadak e rëndom, cukur qëra ditë dhe njerë kur e jep, e njëta është edhe kjo sadak, pra duhet me dhonën para namazit të Bajramit. Inshallah, Allahu Gjelleshanu, si cëli qka mundohet, ta adhuron Allahu Gjelleshanu, pa mor parasysh, inshallah Zotin na i pranon veprat tona, na i pranon adhurimet që i bëjmë ndaj Allahu Gjelleshanu, na kur e njofim Allahun, Allahu na njef neve, para pejgamberi alayhi salatu vesselam respektivisht. Allahu Gjelleshanu ka thonën me një hadis kudsi, ja abdi, o robi jem, udhkurni hine tagdab, kur të idhnohësh, përmendë mu, edhkuruke hine agdab. Une të përkëtoj tije, kur të idhnohëna une. Pra, me sadakat që e japmi, me zekatin, e me shumë gjana, pra na e bëjmë të kanë razi Allahun Gjelleshanu. Allahun na thot se te kur je në momentet më të vështira, une që atëhere kam me ndihmu teje. E lusmi Allahun Gjelleshanu, inshallah ndihme Allahut, është e muslimant, Allah i qoftë i knaqur, me kaq, wassalamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh.